Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet lokale të Maqedonisë Veriore për 2025. Debat për një me është debati i vetëm i cili zhvillohet platformë televizive që zhvillon debate zgjedhore mbi standardet e verifikimit të fakteve, apo si quhen ndërkombëtarisht fact check. Po përveç Kosovës, këtë javë kemi mbulu edhe Maqedoninë e Veriut me debate të këtij standardi. Ky projekt realizohet në bashkëpunim mes kanalit të dy televiziv Maqedonisë së Veriut, MRT2, i cili transmeton gjuhën shqipe, edhe Radio Televizionit Publik Kosovës, RTK-s, bashkë me Kallzopi.com-in dhe debat për një me. Për një javë me radhë, do t'jemi me ju për me sjell këto debate prej komunave më të mëdha që qeverisin kryesisht nga komuniteti shqiptar, i pat disa prej komunave tjera, e sonte e kemi komunën e Gostivarit. Komunë kjo me rreth 60.000 banor edhe me sfida të mëdha që presin zgjidhje nga qeverisja lokale. Për Gostivarin në këto zgjedhje garojnë Sebaedin Dauti nga koalicioni Vlen, Valbon Limani nga koalicioni AKI, Darko Grujoski nga partia Levica apo e Majta, edhe Visar Ademi, kandidat i pavarur. 2 nga 4 kandidatët kanë dezertu nga debati, ndërsa ne sonte e kemi studio Valbon Limanin nga Aleanca Kombëtare për Integrim dhe pas ti do të mund të ndeshni Visar Ademin, kandidat të pavarur. Në rend parë, Valbon, faleminderit që ke ardhur pi Gostivarit, ke udhëtu me qenë këtu në Prishtinë, ku po e zhvillojmë debatin, po mu po më intereson pse s'vjen ky Dauti, kandidati zotni Dauti i Vlenit, pse s'vjen ky në debat me ty? Mirë, fillimisht faleminderit shumë për ftesën jeta. Rreth mosardhjes së kandidatit të tretë, nuk e di, besoj që është në aktivitete, është ndoshta në fushat dhe ndoshta nuk mund të gjej kohë dhe nuk është të arsyeshme për të debatuar, por gjithsesi qytetarët do të shohin, të gjithë ne do të shpalosim programet dhe idetë tona dhe ato do të japin fjalën e fundit. A keni pas përballje në ndonjë debat tjetër ju dy? Jo, deri tani nuk kemi pasur, kemi pat një debat tjetër në... Mos po tutë ty diçka, mos i ki tutë njësa? Jo, nuk besoj, kemi pas një në Maqedoninë e Veriut, në televizionin 21, mirë po aty ishim vetëm me kandidatin e pavarur, zotëri Visar Ademi. Prap, do me thonë, asnjëherë s'ke qenë me Vlenin, deri tash? Jo. Interesant. E kjo ishte, sa i përket mungesës Vlenit, mu ballafaqu me ty, po pse nuk del ti me Visar Ademin, kandidati i pavarur? Me Visar Ademin kemi pas një debat dhe besoj që shikuesit tanë edhe në Maqedoninë e Veriut, por edhe këtu e kanë ndjekur debatën. Unë besoj që platformat duhet shpalosen, shumë debate lejnë shumë hapësirë edhe për keq interpretime, edhe për sugjerime të ndryshme, kështu që mendoj që një debat është i mjaftueshëm që qytetarët ta vlerësojnë punën e çdo njerit prej nesh. Valbon, po shkojmë tutje platforma e zgjedhjeve, platforma juaj për Gostivarin 4 vitet e ardhshme, kjo është 2 minutë i parë. Po. Platforma jonë është një marrëveshje e re me qytetarin, apo një vizion për komunën që zhvillohet me plan, me transparenci dhe me dinjitet. Ne ofrojmë një program konkret me projekte konkrete të cilat synim kryesor do të kenë që të arrijnë deri tek çdo qytetar i komunës së Gostivarit dhe do të ndikojnë në jetën e qytetarit, në punë, në përditshmëri, në lëvizje dhe të gjithë sferat të cilat e prekin qytetarin e Gostivarit. Kemi shumë projekte
të realizuara, por tani kemi edhe shumë projekte për të cilat më veç edhe kemi fituar grante, kështu që gostivarin në 4 vjeçarin e ardhshëm e presin shumë punë dhe besoj që një pjesë e madhe e problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët tanë do të jenë të zgjidhura deri në fund të mandatit. Po shkojmë te temat kryesore që i kemi na, që është planifikimi urban. Qysh e planifikoni tjerë zgjidhjen e problemeve urbane të zhvillimit urban që i ka Gostivari? Mirë, edhe këtu jemi përqendruar që fillimisht atë pjesën qendrore të qytetit pak ta shkarkojmë nga komunikacioni edhe por edhe nga fluksi i madh i qytetarëve. Kemi në plan, domethënë, disa projekte infrastrukturore të cilat do të japin një impakt jashtëzakonshëm, besoj. Njëra prej tyre është një urë e re, ura tek gjykata ndër urat kryesore në komunën e Gostivarit, e cila do të ndërtohet urë e re me 4 korsi, me korsi për biçikleta dhe me korsi për këmbësor, edhe mjetet janë të siguruara, edhe lejet i kemi krejt. Shpresoj që në fillim të vitit 2026 të fillohet me punë. Gjithashtu kemi punuar edhe në transformimin e sheshit të qytetit, ku planifikojmë, është një projekt goxha serioz dhe i madh, planifikojmë që të ketë 9 kalime me të vetmin qëllim që ashtu siç thash, ta shkarkojmë pak qendrën e qytetit dhe në të njëjtën kohë të jetë një vend i ri për qytetarët tonë ku do të mund ta kalojnë kohën, shesh me shumë elemente tjera. Sa nën kalime mendojnë që kemi i kry deri në fund mandatit tash? Deri në fund mandatit, simbas projektit të cilën e kemi për qendrën e qytetit, domethënë është një rrugë e cila pastaj ndahet në 3 rrugë tjera, të cilat dalin në 3 dalje konkrete aty në sheshin në qendrën e qytetit. Përveç kësaj, me që e di se sa ka kapacitet komuna, nëse nuk arrim të sigurojmë fonde tjera, besoj që kjo do të jetë maksimumi që do të mund ta bëjmë në mandatin 4 vjeçar. Këtu pa tjetër të përmendi edhe bulevarin apo arterien kryesore të qytetit, bulevari Vllezrit Gjinoski, i cili në një pjesë është i ngushtuar, në fakt në 2 pjesë, në 2 segmente. Njërin segment më veç kemi kryer procedurat e ekspropriimit, ajo pjesa para komunës së Gostivarit, dhe ajo në vitin 2026 do të realizohet, do të bëhet me 4 korsi ashtu siç është e paraparë me plan, ndërsa ngushtica tjetër e cila ekziston dhe ku ka disa shtëpi dhe disa lokale, aty më veç do të shohim në një marrëveshje me bashkëqytetarët tonë, qofse edhe nga ana e tyre kanë disponim që të njëjtën ta realizojmë si projekt, besoj që edhe atë deri në fund të mandatit do të realizojmë dhe me këtë dukshëm do të lirohet komunikacioni në qytetin e Gostivarit. Vetë përmende saktë që ky bulevardi kryesor Vllezrit Gjinoski, aty duhet bëhen shpronësime. A ka komuna pare në 4 vitet e ardhshme, a ke planifikuar shpronësime? Po, kemi planifikuar të holla për shpronësime, edhe atë kemi planifikuar që një 4 vitet e ardhshme çdo vit të rritet zëri buxhetor për shpronësime, me të vetmin qëllim që... Sa ka me kushtu krejt shpronësimi për bulevard? Po, simbas vlerësimeve të sektorit i cili punon në këtë çështje, diku afër 2 milion euro, mirë po, gjithsesi ekziston edhe mundësia që atyre pronarve tu bëhet kompenzim me tokë ndërtimore e cila është në pronësi të komunës së Gostivarit, kështu që do t'i shohim mundësitë më të mira, por gjithsesi besoj që në bashkëpunim me bashkëqytetarët tanë që kanë aty prona do t'ja arrijmë qëllimin. Masi e përmene tokën ndërtimore, unë po du prej teje me ditë, sa kat keme lanë mu ndërtu edhe ku në Gostivar? Në Gostivar është diskutuar edhe me një grup punues të arkitektë dhe ndërtimtarëve, si dhe ato që bëjnë planifikimin urban, dhe ne si plan për 4 vjeçarin e ardhshëm kemi zgjerimin e Gostivarit, posaçërisht në drejtim të planit general urbanistik, plani i cili punohet një herë në 10 vite, dhe besoj që me zgjerimin e këtij plani urbanistik, por paralel me atë edhe me planet detale urbanistike, do ta shkarkojmë qendrën e Gostivarit nga godinat të cilat janë me lartësi më të madhe.
ekipi ynë, unë dhe gjithë ekipi ynë do të insistojmë që në pjesën qendrore të qytetit mos të ketë godina të larta, për të njëjtat Na kallëzo sakt cilat pjesë qytetit keme lanë godina të larta, në cilën? Po blokët ne i quajmë blok janë blok 1, 2, 3, 4, 5, do me thënë këto janë 4-5 blogjet e para të cilat gjenden në qendër. Valbon maksimum? Nuk e di fiks sa është e paraparë me ligj, po besoj që është dikund me lartësi H10.2 në qoftë se nuk gaboj. 10.2. A do të keni guxim me i rishiku letë ndërtimore që janë dhënë të kalumën kur keni qenë pjesë e pushtetit? Gjithsesi, ato të gjithë lejet të cilat i jepen, kontrollohen nga 2-3 zyrtarë dhe aprovohen, kështu që në çdo moment në qoftë se diku vërej që ka ndonjë paregullsi apo diçka tjetër, patjetër që do të intervenoj. Kemi marrë pyetje nga qytetarët të Gostivarit dhe hulumtues tonë që i kanë konsultua ata dhe kemi pyetje specifike për lagje që po kërkoj përgjigje nga ju. Rruga që shon deri te varrezat e fshatit Dunj tashmë 8 vite nuk është e rregulluar, po thojnë qytetarët. Para zgjedhjeve ka filluar me ushtru asfalti, mirë po ky asfalt po shtrohet pa e përfunduar mas pari rrjetin e kanalizimit. Pa e përfunduar rrjetin e kanalizimit njëherë kjo rrugë përsëri duhet të prishet dhe të asfaltohet. A është kështu? Jo, me siguri flitet për rrugën tek varrezat e fshatit Çegran, sepse në fshatin Zdunj mendoj që të gjithë rrugët janë disa pjesë të asfaltuara, disa pjesë të bekatonizuara, ndërsa nëse flasim për rrugën... Mirë, na tregoni cilat janë rrugët prioritare që ju premtoni me i shtru në mandatin e ardhshëm? Me thanë, në mandatin e ardhshëm kemi, ashtu siç thash, edhe projekte të gatshme me lejet e ndërtimit dhe me grantet të fituara diku afër mbi 27 projekte infrastrukturore. A mundeni me i përmend me emra cilat janë këto projekte, disa prej tyre? Do me thanë, kemi disa projekte kemi në qytet, brenda qytetit, janë rrugë të ndryshme, si që janë rruga Goce Delqev, rruga Ilindenska, rruga Ivo Lolla Ribar, rruga Panqe Poposki, e kështu me radhë, kemi të planifikuara edhe rrugë në fshatin Raven, rrugë në fshatin Vërtok, rrugë në fshatin Padalish, rrugë në fshatin Llakavic, dy rrugë në fshatin Debresh, në fshatin Reçan më veç e realizuam rrugën e cila lidh me Vërtokun, rrugë në fshatin Tumçevisht, në Turçan të madh, në Turçan të vogël, thanë gati se gjithë vendbanimet janë të parapat spaku nga 1 deri 2 projekte infrastrukturore apo rikonstruim të rrugës. Sa pare vyn me i kry qëto projekte në 4 vjetë? Sa kushtojnë qëto? Për këto projekte, për shumicën prej këtyre, ne në thirrje, 2 thirrje të cilat i kishte Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut nëpërmjet kredisë hungareze të cilën e quajmë ne, Gostivari përfitoi diku mbi 12 milion euro, domethënë aplikuam dhe përfituam nga këto mjete dhe shumica e këtyre afër 70-80% janë të siguruara, domethënë të hollat të siguruara nga qeveria dhe besoj që të gjithë do të realizohen, ato 20% normal me kapacitetet financiare të cilat kemi. Pjesa tjetër 30% mendon që kryhet me buxhet lokal? Po, me buxhet të komunës. Po ashtu, qytetarët na kanë qenë pyetje lidhur me 15.000 vetura që janë në Gostivar e që kanë 1.000 vende parkingu. Do me thonë, mungesa e parkingjeve është paraqitur si problem Gostivar. Sa parkingje, garazhe do t'i siguroni gjatë mandatit ardhshëm? Po, do me thënë është punuar edhe në këtë drejtim, kemi planifikuar afër godinës së komunës, ku e kemi parkun afër komunës, i cili quhet parku i komunës, aty në 2 etazhe, do me thënë kemi planifikuar dhe më veç kemi projektuar në 2 etazhe të ketë parking nëntoksor, e cila do të sigurojë 126 vende parkimi dhe gjithsesi në projektin për sheshin e Gostivarit janë të parapar diku mbi 220 vende, gjithashtu në 2 nivele parking nëntoksor. Paralel me këtë, në të gjithë pjesët apo lokacionet ku ka kushte për parking publik, gjithsesi edhe ato do t'i shndrojmë në parkingje publik, kështu që mendoj që zotojmë se deri në fund të mandatit spaku do të kemi plus 500 vende parkimi,
por edhe me këto intervenime të cilët do t'i bëjmë në rregullimin e komunikacionit, besoj që lëvizja në Gostivar do të jetë pak më e rehatshme dhe më e mirë. Tash po du me fol pak për shërbimet publike, sepse keni problem të madh me ujë në Gostivar. Faktikisht, qysh do të siguroni ujë në gjithë Gostivarin? Na kanë qu fshati Debresh, Bajin, Cegan nuk kanë ujë sjellës. Kur ka me pas ujë sjellës në këto fshatra? Thonë, problemi me ujën është problem i cili theksohet në muajt e verës, kur në Gostivar, ashtu si që e dim edhe në gjithë vendet tona, sepse e dim që mërgimi e ka bërë veten, dyfishohet numri i banorëve dhe atëherë më kërkesa rritet gati se 2 fish për ujë, por evidente është se disa fshatra kanë edhe gjatë vitit, mirë po nuk janë problemet aq të theksuar siç i përmendet fshati Debresh, gjithashtu fshati Banjic, ka 2 lagje mbi qytetin Fazaneri dhe Grudajs të cilat kanë problem, por edhe ndonjëherë edhe fshatrat Çegran dhe Forin. Është punuar në rrjet të ri të ujësjellësit, i cili duhet deri në pranverë të finalizohet, domethënë ka edhe 2 pjesë, 2 segmente të cilat duhet të mbarohen që i njëjti të shtihet në funksion, por paralel me atë, posaçërisht në fshatin Debresh, do të punojmë edhe në një linje të re dhe besoj që deri në fund mandatit të gjithë vendbanimet të cilat janë në suazat administrative të komunës së Gostivarit të kenë ujë të pishëm dhe të furnizohen, por paralel me këtë patjetër ta përmendi do të punojmë edhe në kampanjë në ngritjen e vetdijes për harxhim racional të ujit, sepse ndodh që gjatë muajve të verës në lagje të caktuara ndonjëri ta vadis tar në ditën oborin e vetbafshën e dikush nuk ka. Po jo, gjoba fillimisht do të punojmë në ngritjen e vetdijes, kemi një plan edhe me ujmatës digital, me të cilët mendojmë që kontrolli do të jetë më i mirëfillt, kështu që do të punojmë bashkë me qytetarët. Mirë, ta marrë premtimin e qartë. A e premton ujin 24 orë, ujë të pishëm në krejt çdo fshatra që i përmenëm edhe lokacionin në Gostivar? 4 vitet e ardhshme? Po, deri në fund të mandatit po. Kur jemi e gjobat the njëherë me vedisu, po me qëtate, dhe në fund mandatit, nëse vedisimi nuk arin mos abuzim, s'ka mjetë matë mirë se gjoba. A premton me lëshu gjoba, a hiç do me lëshu? Unë besoj, duke i njohë bashkëqytetarët e mi, besoj që me vedisimin e tyre nuk do të ketë nevojë për gjoba, por gjithsesi, ti ke qenë 2 vjet e fundit ke udhëheq aty, apo? Por gjithsesi, në qoftë se ka nevojë, gjithsesi do të intervenohet edhe në atë drejtim. Edhe aty. Kur jemi te uji, Valbon, Vardari po mushët domethënë lumi Vardari po mushët me ujra të zeza, po mushët me kanalizim. Qysh keni me u siguru që qaj ujë që është mos mu ndodh me kanalizim? Po, edhe kemi mendu, do me thanë, kemi plane konkrete dhe në atë drejtim, kemi pas takime me institucionet ndryshme ndërkombëtare të cilat punojnë në këtë drejtim, edhe për të planifikuar, por edhe për të siguruar fonde, duke ditë se këto projekte janë projekte të cilat kanë kosto të madhe, do me thanë do të punojmë në optimizimin apo minimalizimin e ndikimit të këtyre ujrave të zeze në Vardar. Do të punojmë pari në projektimin e një stacioni të filtrimit të ujrave të zeza, e pas asaj do të punojmë paralel me atë edhe deri në vendosjen e gypave çdo kund ku kemi dalje të ujrave të zeza dhe të gjitha ato të mbarojnë në 1 apo 2 pika të caktuara dhe mbas kësaj normal me filtrimin i cili do të kryhet në këto stacione të del si ujti i filtruar i pastruar. Sa pare kushton që ky projekt që e përmene? Këto projekte nuk kam kosto të sakta, mirë po e di se kushtojnë me 10 milion euro. A i ka Gostivari vetë këtu? Gostivari nuk i ka, por unë besoj fuqishëm se me partner ndërkombëtar, sepse deri tani kemi pas plot projekte të cilat i kemi realizuar, besoj se me partner ndërkombëtar do të arrijmë që të gjejmë fonde dhe të njëjtat të realizojmë. Mirë po, a e premton kështu në 4 vjet apo s'po garanton? Pasi nuk varet prej buxhetit vetanakt të komunës, nuk mund përzotohem se do të bëj çmos që deri në fund mandatit s'paku një pjesë të kësaj ta kryej. Çfarë masa keni me marë për deponin në Rusino, e cila vazhdon me kudërbuj?
Mirë, deponia Rusino është deponi rajonale dhe këtu kemi të gërshetuar kompetencat ndërmjet Komunës së Gostivarit, Ministrisë për Ambient Jetësor, si dhe ndërmarrjes të përbashkët publike Rusino Pollok. Ne si komunë gjithmonë kemi ngrit zërin edhe për përmirësimin e kushteve, por mbi gjitha do të insistojmë që në një afat të caktuar deponia Rusino të mbyllet dhe e njëjta të transferohet në ndonjë lokacion tjetër në rajonin e Pollogut, sepse aty 9 komunat që janë pjesë të rajonit të Pollogut i deponojnë mbeturinat e veta. Paralel me këtë, nëse nuk arrim, do punojmë me Ministrinë e Ambientit Jetësor, por edhe me ndërmarrjen që të sigurojmë partner të cilët do të kenë reciklim, por gjithashtu pse jo edhe prodhim të biogasit. Kemi pas deri tani kontakte me kompani të ndryshme dhe me institucione ndryshme, por këtë gjithsesi do të duhet ta bëjmë patjetër në bashkëpunim edhe me Ministrinë edhe me ndërmarrjen e përbashkët publike Rusino Pollok. Valbon, pasi na jena debat që i regjistrojmë premtimet, unë po du kadal me shku me të pyet për secilin premtim, trotuar ku premton, shtigjet bicikletave ku premton, ndriçim publik ku premton, sepse lagje do të shikojnë edhe secili t'i japin përgjigje. Ku kemi trotuar të ri në 4 vitet e ardhshme? Në 4 vitet e ardhshme do të ketë trotuare gjithandej ku ka nevojë dhe ku është e parapan me planin urbanistik. Tani për tani nuk besoj që ka mungesë të madhe të trotuareve brenda qytetit tonë, por gjithsesi aty ku do të ketë nevojë dhe ku gjithsesi ku ka kërkesë, por mbi gjitha ku lejojnë kushtet e planifikimit urban, do t'i ndërtojmë deri në fund të mandatit. Shtigjet bicikletave? Shtigjet bicikletave është punuar goxha, kemi edhe planifikojmë dikun të afër 3 deri 4 kilometre në 2 vitet e pare për t'i shtuar. Besoj që edhe në 2 vitet e fundit do të shtojmë po aq, besoj që deri në fund të mandatit do të arrijmë diku 6 deri 8 kilometre shtigjet të bicikletave. Porçe, sa porçe treja i kemi në Gostivar në 4 vitet e ardhshme, nëse ti po Në Gostivar kemi një park qendror, parku më i madh i qytetit, për të cilin gjithashtu kemi plane dhe projekt në këtë 4 vjeçar të ardhshëm, por një prej disa parqeve të cilat planifikojmë t'i bëjmë, një është tek ndërtesat tek stacioni autobusave, ku ishte një vend i parapar për një godin, mirë po normal me insistimin e ekipit, ai vend do të shndrohet në një park të vogël për ato banesat, godinat ekzistuese, dhe në çdo vend banim ku do të ketë mundësi dhe kërkesë, do të mundohemi që të gjithë atyre t'ju sigurojmë nga një park të vogël me të vetmin qëllim që edhe fëmijët, po edhe të rriturit të kenë vend për rekreim. Ndriçim publik, ku do të shtroni ndriçim publik? Ta përmends edhe parkun tek stacioni autobusave, i cili më veç është në ndërtim me sipër. Kemi një park i cili do t'ju mundsoj ndërtesave tek stacioni autobusave. Sa i përket ndriçimit publik, unë mendoj që gati se 80% e nevojave apo e vendbanimeve të cilët gravitojnë në komunën e Gostivarit janë të mbuluara, aty ku ka nevojë për intervenim gjithmonë intervenojmë. Besojnë që ose ka edhe kërkesa të reja, shembull për lagje të reja apo për rrugica të reja në të cilën ndërtohen shtëpi të reja, gjithsesi me të njëjtën dinamik do të vazhdojmë t'ju sigurojmë ndriçim publik. Atëherë po du pak me të pyet për arsim. Çka janë investime që do mi buar në arsim? Çka ka mendruar nëse ti vjen në pushtet në arsim? Mirë, në arsim edhe në këto 15 muajt e kaluar kemi bërë goxha investime, edhe pse në Maqedoninë e Veriut projektet infrastrukturore të cilat kanë të bëjnë me infrastrukturën e shkollave janë në kompetencat të Ministrisë së Arsimit, mirë po ne si komunë gjithmonë kemi dalë në ndihmë aty ku ka pas nevojë kështu imediate, edhe në mandatin 4 vjeçar shumë pak kanë bet punë për të bërë në për shkollat, sepse shumica më janë të renovuara me dritare të reja, me nxemje qendrore kështu me radhë. Së fundi kemi filluar në 3 shkolla, më veç janë vendosur edhe fotovoltaik në qatit e shkollave.
Aty ku ka nevoj, pak ka mbetur, mirë po ka ende nevoj për të punuar, aty ku ka mbetur të intervenohet edhe në disa shkolla, gjithsesi në 4 vjeçarin e ardhshëm do të mundohemi edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, por edhe me buxhetin vetenak që të sanojmë apo që të përgjigjemi të gjithë kërkesave të cilat ekzistojnë në këto Sa shkolla. shkolla janë me 2 ndrime, Gostivar? Do me thënë të gjithë shkollat në zonën rurale janë më veç me 1 ndrim, ndërsa shkollat të cilat gjenden në qytet për momentin janë me 2 ndrime, edhe për këtu kemi një plan, do me thënë që të punojmë në atë drejtim që spaku, gjysmat e këtyre shkollave deri në fund mandatit të kenë mësim me 1 ndrim, së paku. Së paku, nëse po thuva Alban së paku gjysma shkollave të bëhen me 1 ndrim, kallëzëm cilat shkolla menon që kemi i bo me 1 ndrim? Do me thënë kemi 4 shkolla të mesme, edhe në qytet edhe 4 shkolla fillore. Prej shkollave të mesme, besoj që shkolla e mesme ekonomike kemi mundësi që ta bëjmë me 1 ndrim, ndërsa prej shkollave fillore do të varet pasi që projekte ndonjëherë ngecin në ato kanalet administrative dhe birokracinë tonë, por besojmë se prej shkollave fillore do të arrijmë që shkollën Bashkimi ta bëjmë në 1 ndrim, si dhe shkollën Mustafa Kemal Atatürk, një shkollë gjithashtu fillore. Dhe nëse buhen që to me 1 ndrim, a nën kupton kjo që po premton mësim gjëditor? Jo vetëm që të mos ketë ndrim dytë, po të zgjatet orari me program 3 këtyre që janë aty në 1 ndrim. Kështu për ta njohtuar publikun, në Gostivar në këto shkolla ka mësim tërditor, do me thënë të nxënësit e klasave të ulta, në të 4 shkolla kanë mësim tërditor dhe ata të cilët kryen deri në ora 12, vazhdojnë deri në orën 4, sepse kështu bëjmë edhe optimizimin e mësimdhënësve, pasi që kemi numër më të madh të mësimdhënësve dhe mundohemi që të gjithë ta ruajnë vendin e punës dhe mos ketë teprisë teknologjike. E a ka mësim gjëditor në shkolla që janë me 2 ndrime? Po, do me thënë, për klasat e ulta në shkollat fillore kemi nga 1 deri 2 klasat të cilët u sigurojnë prindërve fëmijët e njëjtë të vazhdojnë deri në orën 4. 1 deri 2, po jo të gjithë fëmijëve, apo? Jo, do me thënë 1 deri 2 klasa. Po. E qysh me i botë që gjithë me shku në një program gjëditor, të gjithë? Në qofse ecën edhe procesi decentralizimi dhe të gjithë kompetencat i kemi ne, po me këtë edhe finansimin, sepse finansimi bëhet me blok dotacione nga Ministria e Arsimit dhe gati se për të gjithë vendimet ne si pushtet lokal jemi të varur kryesisht prej Ministrisë për Arsimin. Sa qerë dhe treja? Atëherë nëse jemi të varur në atë si keni pushtetin plotësisht, sa qerë dhe treja? Qerë dhe të reja, 1 qerë dhe të re dhe 1 qerë dhe e cila do të shtohet një pjesë, një aneks. Qerë dhe e re do të jetë me kapacitet diku mbi 110-120 fëmijë, ndërsa ky aneksi në një qerë dhe në ekzistuar në fshatin Bajnicë të poshtme do të jetë me kapacitet diku 50 deri 60, në listën për pritje tani kemi diku 170-80 fëmijë dhe besoj se me këto 2 intervenime apo me këto 2 qerdhe deri në fund mandatit nuk do të ketë fëmijë në listë të pritjes. Valban, në Maqedoninë e Veriut gjithmonë kemi ankesa për qytetarëve për politizimin e arsimit. A janë drejtor që i kiq tash, po ashtu si drejtor mësuesa po edhe të partisë tënde? A janë kej drejt partisë tënde? Jo, ka edhe drejtarë të... Sa përqind janë t'jujt? Nuk i di me përqindje, në fakt nuk janë gati se prej drejtorëve të cilët janë aktual, shumë një pjesë e madhe, as që e din ku është zyra jonë, zyra e partisë tonë, kështu që shumica janë profesionistë në ato shkollat të cilat janë përzgjedhur, edhe besoj se të njëjtën do ta bëjmë edhe pas 19 tetorit, në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Nëse janë me këta të vlene, çfarë i bën ti? Nëse s'janë me ty, po aplikojnë? Po aplikojnë në qoftë se janë të mirë, pse jo le të udhëheqin shkollën, ne bëjmë më të mirën për nxënësit dhe për qytetarët tonë. Tash i kam disa pyetje të shpejta me po jo. A keni thjesht nëse ju ngritet akt akuz, për çka do? A do t'jepni dorëheqje?
Jo, sepse aktakuza me automatizëm nuk do me thanë se ke faj, sepse në shtetin tonë aktakuzat ngriten çdo ditë për çdo gjë. Mirë po në qoftë se ka një fakt të vogël për këtë shpërdorim, me një në atë sekond do gjap dorëheqje. Mira, kemi përdor veturën zyrtare për punë personale. Unë veturën zyrtare nuk e përdor edhe për lëvizje zyrtare kushtimisht, shumë rrallë, dhe me thëmë ekstrem rrallë e përdor veturën zyrtare, gjithmonë para pëlqejt të ecin në këmbë, ndërsa kur bëhet fjalë për ndonjë destinacion më të largët, atëherë ndodh që ta përdor. A kemi bu transparent sa pare i harxhon në reprezentacion, dreka, dorka? Po, gjithmonë, edhe tash, edhe në të ardhmen do të bëjmë, qytetarët e shohin. Sa gra udhëheqëse dikasterave apo drejtoresha do të emrojsh? Po edhe tani ne kemi diku mbi 50% të udhëheqësve të sektorit dhe të shkollave gra, unë do të tentoj që këtë numër të arris në mandatin e ardhshëm. Faleminderit, shumë. Faleminderit dhe ju, ender dhe kënaqësi. Ishte ky Valbon Limani, kandidat i AKI-s.